Ky nuk din as mi dallu kush është prokurori, kush është gjykatësi. Azemi tha që nuk e fajson as prokurorin e rastit, as trupin gjykues. Ka diçka më të madhe sipas tij. Po bre, me siguri janë mbledh Këshilli i Sigurimit dikon me najta kem të shet, qysh mi abo mi dënu aktivistët e vetëvendosis. Ky diskurs ka mujt me pas hije në 2010, kur jemi kon 10%, kur aktiviteti jonë kryesor janë kon protestat e aksionet simbolike. Sot të janë të veshur me pushtet, me para e me luks. Nuk muj me na ushit ta viktimat të sistemi. Nuk janë viktimat sistemi. A i keni pa deputetet e vetëvendosis qysh krejt shteti pa uzën, edhe ata nuk shkojnë gjykat, edhe vazhdojnë shpallën pa fajshëm. E keni pa krye kuvendarin, Konjufca, duke u shpallë i pa fajshëm, të u qudit edhe a i vetë që po shpallët i pa fajshëm. Me krejt kamerat e botës i dëshmi, është shpallë i pa fajshëm. Këta për i persekutan sistemi qytësore dhe prokuroreala, po kjo është gjuha me cilën këta duhet me mbajt gjallë, që kam i thonë, arsyen pëse egzistojnë, sepse këtu s'ka uzë. Më thonë këta kërë kanë protestu kunder lirimit e Dejan Pantiqit, kanë thonë që ai ka me ikë në Serbi. Sot Dejan Pantiqit gjykohet në Republikën e Kosovës prej qëtyne gjykatësve që këta i qujnë servisë. Unë s'pe kuptoj, në fakt pe kuptoj që kështë e bojnë, po nëse rrim na mja u spjegu qytetarëve dhe kanë me i pa so të palogjikshëm edhe jo fair janë në gjykimet e tyre. E keni konfirmuar edhe më herët, po tash po dihet, po thuaj se plotësisht që do t'jeni pjesë e garës kur do që ka zgjedhje, qoftë tash, qoftë në zgjedhje të rregullta. Pse po hyni zgjedhje dhe me çfarë mesazhi, me çfarë synimi po i kritikonin vazhdimsi partit e opozitës, madje ju keni dhënë edhe librez të vetëvendosjes, antar nderi kryetarëve të PDK-s dhe të LDK-s, dhe këndej synoni të arzoni vetëvendosjen nga pushteti. Qysh? Fillimisht kjo momenti apo vendimin për në futë zgjedhje nuk është i lehtë për asnjë parti, e aq më pak për një parti që është shumë e vogël edhe në kapacitete financiare e logjistike. Mirë po ne besojmë që aktivitetin që e kemi bo duhet me kryerëzu me pjesëmarrje. Edhe nuk është kjo një pjesëmarrje që ose kemi sukses ose jo. Kjo është vetëm edhe mjeti shtesë që se kemi bo ma herët. Kjo nuk e ase pauzën, ase zmadhën ose zvëglën këtë llojin e aktivitetit që ne jemi duhe bo. Ne po futemi në zgjedhje arri sepse jemi të bindur që ilaçi për sëmundjen që e ka Kosova nuk është kjo opozit parlamentare. Kemi bo ftesa të vazhdueshme për koordinim opozitar. Kemi bo ftesa të vazhdueshme që partitë opozitare fillimisht duhet më ullë me folë me zveti, në fund me folë me Kurtin,